Po besoj për secilin shqiptar, është e rëndësishme të sheh këtë masovitet, jo vetëm sot në Shkup, po më herët në Tiranë, në Hagë, në Strasburg, në Prishtinë. Fatkeqësisht në mungesë të mbështetjes domosdoshme institucionale nga ana e qeverisë dhe presidencës dhe kuvendit Kosovës, shqiptarët atë në kënd janë revoltuar dhe kanë dëshmuar që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjithë të tjerët që janë në Hagë kanë mbështetjen, kanë zemrat, kanë mendjen e çdo shqiptari kudo që është. Po lutem dhe po besoj që kjo do duhet ishte protesta, manifestimi i fundit dhe besojmë që vitin tjetër do t'i kemi në Kosovë, faqe parë. Do të thonë procesi po shkon drejt fundit, pritet dikun ka fillimi i pranverës edhe cilët vendimi. Besoni në drejtësi se do të arrihet drejtësia në vend dhe se do të Nëse ka qoftë edhe 1 gram drejtësi, unë jam e bindur që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi do të jenë vitin e ardhshëm në Kosovë. Ka pasur edhe deklarata të lloj-llojshme nga ana edhe e kryeministrit Maqedonisë në lidhje me këtë protestë. Besoj i keni dëgjuar. Si komentoni këto deklarata? Unë sot jam në Shkup, nuk dua t'i komentoj deklaratat e kryeministrit Maqedonas, dua të falenderoj shqiptarët për zemërgjërsinë dhe për mbështetjen e tyre. Faleminderit nga zemra. Ta është një foto në fond,